Arben Ohiu është tash me mua në studio. Arben, kënaqësi të kemi sot pjesë të emisionit Prizma, ku do kemi rastin që të udhtojmë në rrugtimin tënd si profesional, ashtu edhe personal ndër vite. Unë e di që ke kaluar etapa të ndryshme dhe shumë sakrifica, për cilat jam shumë e lumtur që do kemi rastin të flasim sot. Mirë se na erdhe. Mirë se jeta, faleminderit për ftesën dhe ju uroj për këtë emision kështu të bukur. Shumë faleminderit, kënaqësia është e jona të kemi në fakt. Arben, do ta nisim nga fillimi, sepse gjithmonë kemi fol ndoshta për pjesën më të spikatur, kemi fol për sukseset, kemi fol për ato golat legjendar e kështu me radhë. Por dua ta nisim nga baza, sepse çdo histori suksesi ka edhe një bazë të veten. Nëse nuk gaboj, e ke nisur me Shkëndijën e Haraçinës, është klubi yt i parë. Më thuaj si ka nisur dashuria yte për sportin? Ka qenë e rastishme ose është një traditë familjare, sepse ne e dimë që edhe vllau juaj njëjtë është një ish futbollist shumë i suksesshëm. Si ka nisur rrugtimi yt me futbollin? Po në atë kohë ishte, domethënë jetoshim në Haraçinë dhe ishte klubi vetëm që ishte i fshatit Haraçina, Shkëndija e Haraçinës. Dhe aty ishin disa migjallar të mi që lodhshin në atë ekip. Dhe është si familje, ato më mishim mbas dhe shikosh ato duke lozur. Kështu që aty më ka lindur kjo dëshira e futbollit, domethënë gjithmonë kemi qenë afër futbollit, gjithmonë kemi qenë me futboll në dorë. Dhe unë duke shkuar të shigjoj ato duke lozur, ashtu që edhe ne pastaj ne lozshim aty afër fushës. Pra këtë rastësisht, nuk është se të kanë marrë aty për të përgatitur ndoshta nga ajo moshë. Unë kam filluar shumë vonë, domethënë nuk kam kaluar as ato shkollat e futbollit sikur tash që i kanë ato U10, U11, U12, domethënë gjithmonë vetëm kemi lozë shumë me shoqëri, mbas ndonjë loje që kanë bërë ato migjallarët, ose jemi mbledh te këto fushat e shkollave nëpër beton, domethënë në mahallë kështu, normal si në fshat. Por pastaj unë isha dhe mbarova dhe shkollën fillore, luajshëm ke shkolla fillore ato turnira që bëhen. Pastaj isha në shkollë të mesme, aty ishin disa turnira gati çdo vit, apo ishte nga një turnir që unë shkolla e organizonte. Edhe ashtu pas shkollës së mesme unë tek kam filluar domethënë të merrem me ndonjë ekip si ishte Shkëndija e Haraçinës. Domethënë ishte dikon viteve 17-18 vite kur isha unë. Domethënë pa kalu këto shkollat e futbollit. Në atë kohë ishte pak më vështirë se të futesh në përkëtësi ekipat më dhaja, sikur që ishin Vardalja, po Sloga, ishte e atëshme tash Shkupi tashëm. Atëre unë as nuk i kam pas mendimin që do arri të luaj në Shkup ke Sloga, jo ke ndonjë ekip jashtë vendit. Por ja që kështu gradualisht duke luajtur, duke tregu rezultate të mira, pastaj fillova ke Shkëndija e Haraçinës, duke bërë loja të mira, duke bërë gola, kështu që i kish njerëz si menaxhera, si ish futbollist që më përcjellshin dhe më preferojshin jo hajde këtu të shoj, hajde këtu të shoj. Dhe prej aty, prej ke Shkëndija, domethënë kalova një 4 vite ke Shkëndija, pastaj firmosa me Slogan atëhershme. Kjo me Slogan besoj ka qenë realizimi i ëndrës tënde, se theja as mendja nuk na ka marrë në familjen e hershme. Ishte domethënë diçka e madhe, se ne kishim dëshirë të arrijmë ke Sloga të luajmë, se ishte një ekip sikur i Çajirit i Çarshis, se ne jetën më shumë i kishim në Çarshi, domethënë me gjithë ato migjallar, me gjithë ato shoqërinë familjar ke në Çarshi. Dhe ishte Sloga, ishte ekipe Çarshis, domethënë kishim gjithmonë bënte muhabet për Slogan. A kujtohet momenti i parë kur të bë ftesa, ndoshta edhe momenti i parë i nënshkrimit të kontratës me Slogan e asaj kohe? Po, kujtohet shumë mirë, ishin presidentët, i Slogës ishte Rafet Mominis, ndërsa ishin këto ishin ke Shkëndija e Haraçinës edhe Murat Ajdini edhe Abdullah Ramadani, domethënë të dytë ishin si që e mbëshin, që e financojshin klubin, dhe ato ishin në marrëveshje me Rafetin, dhe kështu që ato ishin klub me klub, nuk ishon e vetë që shkova. Dhe ato u morën vesh, ne vetëm kemi shku, me një shok timin tjetër, kemi shku, kemi firmos për Slogan, nuk e dishim as sa, që isha stekë, ne veç kishim dëshirë të lozim për Slogan. Nuk e keni pas fokusin, as të pagesa. Nuk e kishim as fokusin sa para, po se veç dalim të lujmë këtu edhe të flipet për ne që polim ke Slogan, po thëm ishte inë në atë kohë në Çarshi. Kështu që ne ati firmosëm, po prapë unë isha vetëm në përgatitje atë vit me Slogan, ishim në Kroaci dikun, me dolim dikun, dhe prapë u ktheva si i huazuar ke Shkëndija e Haraçinës. Sepse ishte Sloga kishte disa futbollistë shumë më që ishin më lart se unë, dhe u deshte të bëj loja, që mos rri pa loja. U ktheva prapë ke Shkëndija e Haraçinës, dhe aty bora edhe 6 muaj shumë të mira, domethënë ekstra të mira. Prej aty rastësisht ishte një menaxher që ka përcjell
Dhe do të thonë prej atij unë bëra transferim direkt ke Hajduku i Splitit. Wow. Prej Shkëndija e Argjinis ku ishte një kapërcim shumë i madh profesional. Domethënë ajo është, nuk e di, nuk mund ta imagjinosh prej Shkëndijës të Argjinis Liga e ditë që ishte Maqedonisë, dhe të bësh një Hajduk të Splitit që në atë kohë ishte shumë ekip e madh, domethënë ishte në ish Jugosllavin e më i madh shumë edhe evropian. Kështu që ishte një transfer, si do të them, po prapë nuk i kisha mendën ke parë, domethënë të shkoj sa më lart mbrisash. Dhe për atë, pastaj unë isha lojtar i slogës, me dokumenta, kështu që u morëm vesh të kryesia e Shkëndijës Argjinis dhe sloga, që të transferohem në të Hajduku Splitit. Dhe kështu që ajo ishte fillimi, sepse ishte pyetja për ato, ishte fillimi im si ka shku kjo rrugtimi im i futbollit. Arben, e ke besu që do shndrohesh në legjendë futbollit, tani nga kjo distancë kohore që po flasim, emri yt konsiderohet si një legjendë gjallë e futbollit profesional në vend. Si të bën të ndihesh ky fakt? Derisa isha këtu duke lozur, nuk e kisha të ndjenjën që të bëjmë mill futboll. Domethënë, mendosha që të luaj këtu nëpër Maqedoni, nëpër këto ekipat Shkëndija apo Sloga. Po kur era feta për me shku në Hajduk të Splitit, pastaj vetëm se ndryshoja vetëm statusi im, domethënë u bë një status shumë më i lartë, sepse po të them Hajduk ishte shumë një ekip e lartë, domethënë kisha kontakte me shumë futbollistë që i kom pa vetëm nëpër televizor. Domethënë vinte marrë si të përshëndete me to, se edhe unë isha bashkë me to nëpër koltuke apo nëpër kafiçe, nëpër stadione kështu. Dhe kështu që ajo ishte shumë një ëndër shumë e madhe, shumë e mirë për mua dhe aty filloi profesionalizmi i futbollit, që unë do të them për më ashtu të mirëm vetëm me futboll. Dhe pastaj Hajduk kisha një kontratë, bërë një kontratë 2 vjet e gjys, por kjo Hajduk kisha një pengesë shumë madhe sepse kisha shumë lëndime. Domethënë gati se çdo 3-4 muaj kisha lëndime dhe nuk mund ta shpreh atë talentin tim çka kisha. Por prej Hajdukut. Atë kanë penalizuar, konsideron tani që po flasim si penalizim serioz kjo pjesë? Mendoj që më ka penalizuar shumë lëndime, sepse tash po të shohësh se me kë kam qenë unë në Hajduku i Splitit dhe ku kanë rrinë ato bashkëlojtarët e mi, me të vërtetë ndoshta unë do kisha rrinë shumë më shumë. Sepse ne kemi qenë një gjenerat Hajduku i Splitit, domethënë aty domethënë gjithë një. Domethënë tash po shoh një Tudor që ka luajtur ke Juventus dhe tash po është trajner ke Juventus në Tottenham e gjithkund. Pastaj është një Ivan Leko që është për momentin trener ke Brizhi. Po ka shumë futbollistë që kanë lozë me mua dhe është Ivan Juric që është edhe ai trener ke Roma e ke Atalante, domethënë shumë ekipe kanë ndryshuar. Kështu që me të vërtetë këto gjithë që kemi qenë 2 vjet të gjithë bashkë, ato kanë arrisur shumë, por ato fatet e që nuk kanë qenë të lëndur. Përsa unë kur derisa kam qenë në Split, domethënë për 2 vjet të gjithë kam pas dikon 4 operacione, kështu që nuk musha ta marr veten që ta filloj. Pas 2 vjet të gjithë, kështu që mo ishte edhe klubi, ishte i lodhur për me, se nuk po shkonte. Dhe u desh të transferohem prej Hajdukut, fati im që prej Hajdukut kalova në Belgjik. Edhe kjo ishte një transfer shumë i rëndësishëm në karrierën tënde. Dhe bile këtu mund të them që ishte edhe ndoshta faza më e suksesshme ytja. Po, në Belgjik kam kaluar shumë mirë, domethënë. E kemi këtë fotografi ku unë dua të ndalem te ky moment ku nisën edhe krahasimet në fakt pasi ti shënove ato golat legjendar, të cilat u shënuan për 13 minuta 4 gola, po në ekipin e Beveren në Belgjik. Dhe u desht vite që të kthehej rekordi yt, bile kjo u bë edhe një far trend. Emri yt që vazhdimisht lakoi me Lewandowski, ai i cili e theu rekordin tënd. Si do ta përshkruaj këtë fazë? E konsideron si një nga fazat më të suksesshme? Derisa nuk doli kishte komori noti shumë. Derisa nuk doli kisha shumë krenar me atë rekordin tim dhe gjithmonë u ngrisha me ato, domethënë se isha i vetmi ndoshta edhe në Evropë, por ndoshta edhe në botë që i kisha bërë. Po mirë, patë mundësi me shiu, për sa vite në fakt? Po ishin dikon 10 vite më vonë. Një dekadë, mjaftueshëm ta shijoje këtë rekord. Akoma tash ka ngel kit, domethënë nuk ka ardhur ndonjë tjetër që ta. Nuk ka një rekord të ri. Domethënë mos të ishte kit, ndoshta do isha akoma ishte. Dhe po ki çka e boni, domethënë ishte me të vërtetë shumë një rekord. 5 golla për 9 minuta ishte shumë e pa ti thush dikuna që i ka bërë 5 golla për 9 minuta, është e pamundur se ti desta të fillosh ta marrësh topin prej golit, ta lësh topin në mes të fushës, ta nisish ekipa kundërshtore ta nisë topin dhe ta upë menja dhe prap gol, domethënë sigurisht e pamundur, po ja që e bëni ki. Bile kam qenë duke e para ndeshje live kundër ka qenë Bayern Münchenit me kundër Wolfsburgut. Okej. Po tregoj të drejtën në atë moment gjithkund kam marrë disa shokë telefonit, çka bëni ekipe ma prish ekip karrierë. Ne kemi çfarë të bëjmë.
Tash për tash po ndodhin gjëra. Po prap një futbollist nga Shkupi të lakohej në mediat ndërkombëtare, besoj ka qenë një arritje dhe një sukses i madh për ty si futbollist. Normalisht është shumë sukses i madh, është të bësh 4 gole për 3 minuta nuk është rastisht, domethënë gjithkund flitet në Belgjikë ka qenë, domethënë atë vit ka qenë me të vërtet një hit, një që është përfolur shumë Belgjikë dhe tregoj drejtën prej gazetarëve ndoshta që thuti telefonata nuk ndalen se si u bë si ajo është ajo ndodh, domethënë është ka thonë i madh i Zot që ndodh dhe ka ndodhur. Po domethënë prej asaj ndeshje domethënë edhe ke unë ndryshoi edhe statusi ke klubi domethënë pastaj më shiqoshin ndryshe edhe në Belgjikë edhe krejt. Cilat janë kujtimet më të bukura që i ke marrë me vete nga Belgjika? Përveç sportit, përveç ndeshjeve dhe këtij suksesi shumë të madh që ke shënuar atje, cilat janë ato kujtimet për të cilat ti je nostalgjik, Arben? Kujtimet nga Belgjika, domethënë kam njoftuar disa shoka që akoma jemi shok. Domethënë kam një shok që ai domethënë rri akoma në Belgjikë dhe vjen këtu ne kam edhe disa tjerë shok që ato në stop enden, po ato janë prej këtu, po janë kanë shkuar atje, do jetojnë, po e kanë dashur futbollin shumë dhe kanë ardhur vetëm kanë gjetë ke klubi dhe jemi njoftuar dhe kemi vazhduar prapë shoqërinë. Domethënë ato janë kujtimet më të mira prej Belgjikës që më kanë ngel që domethënë kam bërë një shoqëri dhe jemi akoma në shoqëri të mirë të rahatshme, domethënë që pa me thonë prapavia, domethënë shoqëni ashtu që duhet me qenë domethënë takohemi shpesh, shkojmë në përpushime bashkë, shkojmë në Belgjikë, ato vi këto ashtu në stop. Ato janë kujtimet më të mira. Besoj të krijosh miqësi është gjëja më e shenjtë që mund ta krijosh. E përmendë disa herë Arben që nuk e ke pas as pak fokusin tek nënshkrimi dhe tek pagesa, se sa do paguheshe në ekipet e para, por gjithmonë ka qenë qëllimi që të rriteshe profesionalisht. Ndërkaq nëse flasim për aktualisht situatën e shohim që vetë futbollistët e rinj gjën e parë që kanë të rëndësishme është pagesa se sa do të fitojnë. Si do ta komentoje këtë pjesë? Mendon që është gabim te futbollistët e rinj që menjëherë në momentin e parë më shumë t'ju intereson çështja e pagesës se sa transferi dhe sa do t'ju ndihmojë që të rriten profesionalisht ky transfer? Në këto trojet tona, këto vendet tona, në Maqedoni, Shqipëri, Kosovë, këtu çka përcjellën më shumë futbollin, unë mendoj se kjo është një gabim shumë i madh për ato futbollistët e rinj. Domethënë që ato prej viteve 18-19 kur arrin të futen në ekipën e parë, ato vetëm mendën e kanë sa do marr, sa do bëj rrogën. Ne mund të thash, unë ke sloga kur kam shku herën e parë, nuk e kam ditë çka kam shku, vetëm ka dhënë letre ku më firmos edhe çka ka pas nuk e di, as se kam pas asnjëherë, as s'kemi marrë lekë as kurrë. Nëse ata këto futbollistët domethënë, unë mendoj, mendimi im që në këto tërësoj është ti të lodhesh në ndonjë ekip të madh ato vetë do të vinë domethënë në kontratat e mëdha, lekët e mëdha, domethënë sepse vetë që je më jashtë Evropës. Ndërsa këtu për dalë diku jashtë, ti nuk duhesh ta shiqosh sa për të bërë, po duhesh të kesh një pak sa me jetu dhe pastaj të fokusohesh më shumë ke puna. Të punosh sa më shumë që të arrish ato ekipet që janë prej Evropës që të thrasin vetë dhe të bësh kontratë atëherë sa do ti. Domethënë këtu nuk e shoh në ato që këto futbollistët këtu po i shoh shumë edhe këto trojet tona që gjithmonë fokusin e kanë sa do marr rrogë. Ndoshta nuk ju intereson shumë reputacioni i atij ekipi, por më me rëndësi e kanë pagesën. Më me rëndësi shumë më rëndësi kanë pagesën. Ashtu i shoh disa futbollistë, domethënë kjo është për mua është një gabim. Domethënë ti duhet ta shohësh një punën arrije sepse do vinë ato po them deri 23-4 vjet sa kam dalë në Hajduk nuk e kam pas as gale se sa do marr rrogë. Do të kem parë kështu për me tu, okay. Pasi kam dalë atë 24 vite në Hajduk, atëherë më kam filluar ato të menaxhoj se sa do marr sot, sa më shumë që të marr normal është ajo. Por këto vitet e reja domethënë është më mirë që të fokusohesh një ke puna, të arrish maksimumin e pastaj nuk është problem për pavë. E qartë. Tani që po flasim, Arben, konsideron ndonjë person meritor ndoshta në fillimet e tua të karrierës tënde, dikush që tani që po të pyes instinktivisht po të vjen emri ose imazhi i atij, nuk e di, që ndoshta të ka dhënë një dorë, se në fillime çdo kujt i duhet një mbështetje ose një shtytje, do thoja. Ekziston një person meritor te Arben Nuhiu? E them një person nuk është pak, domethënë në atë kohë gjithë ato personat që kanë qenë përreth klubit Shkëndija Raçinës kanë qenë gjithë për mua që më kanë frymëzuar. Domethënë kam pas shumë shok
prej fshatit e disa familjar, që i kom pas këtë për rreth që e kanë dash klubin, që më kanë dash mu, dhe gjithmonë kemi qenë bashkë. Dhe ato gjithmonë më kanë frymëzuar, kemi qenë gjithmonë bashkë, nuk kam qenë me shpinë shok, po kemi qenë bajki shok, dhe ato gjithmonë më kanë formë, kanë që ti do rrish, do bësh, se je ke talentin, e ke ato, nuk është vetëm një, po janë disa. Dhe kështu që nuk mund t'i veçoj se janë shumë, dhe gjithë ato që kanë qenë, domethënë për rreth shkëndijës të Raqinës, gjithë ato më meritorët që unë kam arritur në këtë vend. E qartë. Përveç karrierës, paralel ne e dim që suksesi i njëjtë ka ndjekur edhe në familje. Unë e di që ti je një bashkëshort shumë i përkushtuar, një baba shumë i përkushtuar i 4 fëmijëve, 3 vajza dhe një djalë. Për Antin do flasim pastaj. Si të ka ndryshuar jeta Arben prej momentit kur ti je bërë baba i një vajze? Çdo prind, domethënë, e do atë moment që t'jetë baba. Domethënë edhe martesa mendoj se është mirë të bëhet për atë që të krijosh familje. Domethënë po unë kam ndoshta kemi këtu ca fotografi që besoj do të kthejmë pak në periudha të ndryshme të jetës tënde bashkë me fëmijët dhe me bashkëshorten. Po, këto janë fëmijët e mi, domethënë me të vërtet janë për mua një. Sigur të katër janë si një. Nuk mund ta veçoj asnjë që mund ta dua shumë. Është e vërtet kjo që nuk ka mundësi ti dallosh fëmijët, Arben, se të gjithë e thonë të njëjtën. Jo, unë mendoj se unë gjithmonë mendoj se them këtë vogël ndoshta e dua më shumë, por kur e shoh tjetrën, prapë thonë jo, se edhe këtë e dua. Prapë është e njëjta, domethënë, nuk mund ta veçoj asnjë. A është Sugarica vajza e babit? Kjo është Sugarica, po. Po, kjo pak më politik din nga babi. Pak më i buti, ë? Me këtë duhet pak më qetë se kjo na sill gjithë kjo. Okej. Kush nga vajzat ose nga djali ka marrë më shumë nga karakteri yt? Jo nga talenti për sportin, por në aspektin karakterial, kush të ngjan më shumë ty? Sepse tani janë të rritur dhe besoj mund na japësh një përgjigje. Mendoj se kjo e dyta dhe e vogla janë më shumë nga karakteri im. Unë ashtu mendoj. Okej. E në këtë moment dikush ka vendosur të të përshëndet dhe të të thotë diçka, se kush ka vendosur do e shohim bashkë. Përshëndetje babi, ti je heroi jon. Faleminderit që krau jon që na mbështet gjithmonë. E kam një pyetje për ti, cili prej neve është më i urti, cili harxhon më shumë, cili më i miri? Përshëndetje babi. Jemi me fat që të kemi ty, sepse ti je një njeri që flet pak por vepron shumë dhe në sytë e mia gjithmonë më i miri. Shpresoj që një ditë të bëhem sikur ti. Edhe mos harro me blej gjinxhiferi kur vishte shtëpia. Përshëndetje babi, ti je heroi jon. Një moment shumë i bukur ky. Si të bën të ndjehen krejt kjo që u tha nga fëmijët e tu, të shprehin mirënjohje, dhe pyetje që i bëri Betina, pastaj do na i përgjigjesh. Kjo është krenaria më e madhe për një prind, për një baba, domethënë të kesh 4 fëmijë, kështu të mrekullueshëm, se të dojnë gjithë, është normal që një krenari shumë e madhe, një kënaqësi shumë e madhe për vetë. Po. Ta shprehin shpesh, Arben, janë fëmijë. Këtë të tregoj drejt, nuk i kam ditë që kështu, po sot, kjo vajza vogla kur të shkosh në intervistë. Ka e morë vesh kjo. Nuk i kam treguar askull ke shtëpia. Ama nuk ta ka treguar surprizën, a? Jo. Veç ta ka bërë. Kur të shkoj në intervistë. Unë u ndola thash, pse tash kjo? Ka e morë vesh këtë që më të shkoj në intervistë. Kush i tregoj se nuk i kisha treguar askujt hiç ke shtëpia. Edhe çudit tash kujt. Ka diçka kjo puna. Pas ka qenë këtë. Po, janë fëmijë që shprehin dashurinë, të përqafojnë, për shembull vajzat, ne e dim që ka një lidhje shumë të ngushtë me babain. E keti këtë lidhje, din ta shprehin qoftë me fjalë, qoftë me përqafime, me ledhatime, janë shumë të afërta me ty? Si është raporti juaj? Kjo e vogla është më shumë, se më shumë kam ndetë me të. Ndërsa këto të mëdha jo, sepse kur kanë qenë këto të mëdha, unë kam qenë ndoshta edhe jashtë, kam luajtur në Shqipëri jo këtu, nuk kam qenë bashkë në atë moshën që për t'i ledhatu për të ashtu. Nëse kjo e vogla, po se kam qenë këtu gjithmonë me atë në shtëpi dhe është më e ledhatuar. Okej, Betina kishte 3 pyetje për ty, cili është më i urti, cili harxhon më shumë dhe cili është më i miri. Tani na u përgjigj. Cili është më i urti nga 4 fëmijët? Më i urti është e madhja. Okej. Është më e urti, ndërsa më shumë harxhon Betina. Për çfarë harxhon Betina më shumë? Për çka mos? Është më kërkuesja. Po, më kërkuesja. Okej. Dhe në fund pyetja. Edhe për tjerë, kur kërkon ajo për tjerë. Okej, do të thonë është kryesorja e familjes. Dhe cili ta është më i miri? Kjo është pyetja më e vështirë. Për më i miri janë të katërt mirë. Të katërt të mirë. Okej. Nuk mund ta veçoj asnjë.
Okay. Tani duhet flasim pak për Andin, me qenë se emri i tij filloi të lakojë tashmë në media, sepse po konsiderohet si vazhdues i historisë së familjes tuaj, vazhdues i historisë që ka shënuar babi i tij. Si të bën të ndihesh ky fakt që Andi po vesh fanellën e Shkupit aty ku ti edhe ke përmbyll karrierën tënde profesionale si futbollist? Është përzierje emocionesh, Arben, krenari dhe emocione, nostalgji e përmbylljes tënde karrierës? Fati që jetojmë këtu dhe nuk kemi ndonjë klub tjetër, domethënë kemi atë Shkupin, domethënë s'kemi pas ku të shkojmë dhe aty na ka dhënë mundësia për të ushtruar dhe për të vazhduar karrierën e dhaj në ato hapat e mi që kam lënë aty. Është një klub që më shumë shqiptarët e përfaqësojnë. Dhe kështu që edhe ai aty e ka pas dëshirën, sepse më ka shiku kur kam luajtur me Shkupin edhe e ka pas dëshirën edhe ai të jetë pjesë e këtij ekipi. Dhe kështu që atje e ka vazhduar, por kjo është me fat që ka vazhduar prej moshës së re, domethënë prej 10 viteve dhe ka ecë gradualisht gjithmonë me ato gjeneratat që ndryshojnë, domethënë gjithmonë. Dhe e ka kapat futbollin domethënë prej fillimit, nuk ka qenë siguron që ka filluar prej 18 viteve direkt në terren të madh. Ndërsa kjo e ka kapur kështu më herët. Vetë tregon fakti që kushtet pak nuk I kemi sa duhet për këto fëmijë, sepse deri në moshën 15 vjeçar, domethënë ka ushtruar nëpër fushat kalçetove, nëpër fushat që nuk janë përshtatshme për futboll. Dhe aty është problemi se rinia e Maqedonisë dhe e Shkupit, domethënë është rinia jonë që nuk arrin shumë në sport, sepse me të vërtetë kushtet janë të merrsisht të dobta këtu në Maqedoni për të arritur dikon. Domethënë unë shoh edhe I kam pa kushtet që si kanë qenë jashtë. Dhe këto djemë të ri është vetë ju kur e shete një fush shumë të mirë, të tërhjek, vetë fusha të motivon, 200% të motivon që t'jeshtin në atë fush të përstërvitje. Nësa kur e shet një fush, sigur që është në butel, apo në një fush në kalqeto që është e keqe, me të vërtet edhe treningin vetëm shkon të apkryjat punë, se kam të kohën për ta bë, por nuk shkon të apësh me dëshirë. Dhe kështu që po t'jen kushtet më të mira këtu ke neve, unë mendoj se do të arrin të shumë të rinia. Unë kam përshtypjen që ta Andi nuk ka ndiku kjo, ndoshta që ta dëshproj në një farë mënyrë, sepse frymëzimin e mbrëmshëm ai e ka shumë të fuqishëm, besoj ndikimet që ti ke pas edhe rrugtimin që ai e ka ndjek, ndeshjet që ai I ka përcjell tuat, por edhe në moshë shumë të vogël, ja, edhe kjo fotografi është dëshmi që ka shpreh dëshirë për futboll. Të duket ndjehesh mirë që ka zgjedhur ndoshta rrugën e futbollit, që po e ndjek rrugën tënde? Unë atë e ceka, këtu në Maqedoni është me të vërtet shumë problem, dush, shumë punojsh më që të arrish, që dalish jashtë për të bërë një farë jetë të mirë, një farë ekzistencë të mirë, sepse me vetëm në Maqedoni të lodhish nuk mund ta sigurosh në një ekzistencë për të jetuar pak më vonë. Dhe kështu që Andi ka filluar si moshë e re, por atë çka e thash më herët, me të vërtet e pat një periudhë dikun kur ishte 14 vjeçar, kështu që sigur do të ta lojë futbollin, sepse e shifte që nuk e tërhiqte më. Ai kështu kishte qejf të lojë me ne nëpër mahashë, por kështu me ekip sigur nuk e tërhiqte se me të vërtetë e shifte jo në fush, në këto ballon, kalçeto, jo nëpër fushat këqija dhe nuk e shoh se nuk e tërhiqte shumë. Të tregoj të drejtën një 2 muaj ditë edhe nuk ka shkuar servigje. Ai mund të thekë që jam I lëndum, por nuk kishte qenë I lëndum, se pastaj unë e morë që aty s'ka pas dëshirë të shkojë në servite. Dhe pastaj unë e kam marrë mule dhe I kam folej. Ti duhesh punosh që ti kish për këtu. Por këto janë kushtet, domethënë unë I kam pas kushte edhe më të këqija se ti, po prapë që domethënë kam rrit diçka. Po ti pak diçka kushte ki më të mira. Jo janë hap fitnesse, janë hap disa ballone që prapë ki pak më mirë se unë. Dhe kështu që vetëm pak jepi hap. Unë jam këtu që mund të përkratet në ndihmoj, kështu që me të vërtet do arrish diçka. Dhe aty duke bisedu prap I filloi të hije dëshira për të ushtruar, duke I fol gati çdo ditë, por ka qenë një periudhë koha e gjatë derisa u kthi në atë dëshirën shumë të madhe, dhe pastaj edhe filloi të ushtron me të vërtet që edhe unë vetë jam shumë I kënaqur se ti ushtron. Domethënë rinia këtu e thash më herët që shumë pak shumë, po unë jam I kënaqur me këtë si ushtron sepse e shoh se bën training me ekipën, ndoshta edhe 2-3 herë shkon plus në fitnes vetë ushtron ose me shok ose vetë ose me mua. Kështu që tash e ka dëshirën, tash vetëm se nëse Zoti thotë që do të bëj diçka dhe do bëj.
Urojmë shumë. Po bashkëshortja sa është mbështetëse në rrugtimin e Andit, sepse besoj edhe ajo bashkë me ty ka kaluar në peripeti dhe ka bërë edhe ajo sakrifica si bashkëshorte. Besoj në faza kur ti nuk ke qenë afër, rritja e fëmijëve, e kështu me radhë. Është dakord ajo me këtë përzgjedhje dhe në këtë moment shfrytëzoj rastin ta falenderoj sepse ajo na mundsoi këtë surprizën e fëmijëve. Besoj nuk i kemi shtisë shumë në siklet. Bashkëshortja gjithmonë ka qenë përkraja dhe imja në futboll, kur kam los, por tash ajo është më shumë përkrahase për Andin, domethënë ajo gjithmonë e stimulon, e shtyn, ja bën gjitha dëshirat, çka i kërkon Andi për të ngrënë, për të pi, për ato gjëra, gjitha e bën siç i don ki, vetëm për të arritur diçka. Xhenxhefili është pjesë e pandare e rutinës ushqimore se e kërkoi ta mos haro kur të vish në shtëpi xhenxhefilin. Xhenxhefilin unë e përdori shumë më shumë me bashkëshortën, këto nuk e kanë shumë se është si djegës pak, por gjithmonë me mua ashtu e kanë sepse shumë përdori dhe dhëm pse e përdori shumë. Për momentin unë e ndjej ashtu vetëm se është një pjesë shumë e mirë për organizmin tim. Dhe dua t'ja mësoj edhe fëmijëve që ta përdorin, sepse është diçka shumë e mirë. Dhe kështu që vetë shoh që është më përkrahasja për Andin se gjitha ne. Shumë bukur. Po prej vajzave, Arben, ka prirje ose kanë shprehë ndonjëherë dëshirë vajzat të merren me sporte, sepse dy vajzat e mëdha besoj nuk e kanë zgjedhë këtë rrugë, po te Betina ka shpresë që mund të jetë ndonjë sportiste në të ardhmen ose ka preferenca tjera ajo? Në atë moshën e re duket ashtu aktive si vajzë. Në atë moshën e re edhe Arsa edhe Lina kur kanë qenë në shkollën fillore, domethënë kjo unë aty në Kepenko, kanë qenë shumë me fizik shumë të mira. Arsa domethënë ka luajtur voleyboll ke shkolla dhe ka pas fizik shumë mirë dhe ka ushtruar shumë mirë. Lina ka pasur një fuqi, mendoj se Lina ka një fuqi ashtu prej Zotit që nuk ka vazhduar me sport, por ka mund të bëhet një sportiste shumë e fortë se ka qenë nxahtësia më e shpejtë në klasën vet, po ndoshta në këtë shkollën për shpejtësi edhe më shpejt se të gjend. Domethënë kjo i ka çuar shpeshherë gara me bëti me shpejtësi, ka qenë shumë e shpejtë dhe ka pasur edhe kjo fizik shumë mirë, po e ka pasur një fuqi prej natyre. Andi më lavë se sa i ka kërësën, ndërsa Betina është duke ushtruar volejboll, po keneve këto sportet tjera përveç futbollit janë dhe sportet shumë që janë të lëna anash, nuk kanë në të ardhme dhe nuk e di derisa mund të shkojë Betina me këtë volejboll, po e ka qef shumë, shkon në çdo stërviqe, në çdo ndeshje, jo shkojnë edhe jashtë i Shkupit dikon mbaj ku kanë ndeshje. Kështu fizikun e kanë gjitha, por tash sporti këtu përveç futbollit në Maqedoni, të tjerë sporte pak janë shumë të rënda. Sidomos për vajza, fatkeqësisht. Arben, cilat janë ritualet tuaja si familje? Unë e kam parë që shpesh edhe udhtoni nga fotografit në rrjetet sociale. Jeni familje shumë e bashkuar, vazhdoni të bëni besoj planet përbashkëta. Cilat janë ato momentet më të bukura ku ti ndihesh ashtu i përmbushur kur ishe fëmijët bashkëshorten? Çfarë keni ashtu si ritual të përbashkët? Familja juaj. Kur fillon viti, ne marrim e shohim ato festat kur i kemi, a janë ditën e premte ose ditën e nëntë që të ketë vikendi gjatë. Okej, që me i lidh ditët, që të lidhin ditët që të jenë më gjata dhe të shkojmë përpara po flas para 2 viteve se tashmë Turqia është bërë shumë e shtrenjtë me të thënë drejt. Po para 2 viteve me të vërtet, ndoshta çdo muaj kemi shku në Istanbul dhe kemi bërë shëtitje ashtu, se ka qenë me të vërtet lirë edhe kemi shëtitje dhe kemi bërë shopping edhe si mendalish. Dhe Shqipërinë kemi. Po dhe Shqipëria tash edhe e ka shkuar shumë lart me çmimet. Tash pak sigur kemi rrallu. Mirë se jeni familje e madhe. Po. Prandaj. Po tash me të vërtet edhe shoqja i merr këto dhe me atë motrën e vet dalin shumë shpesh shëtitjen vet pa mua. Unë jam me punin zantja diçka, ato marrin shkojnë në Kosovë, shkojnë në Shqipëri dhe bëjnë shëtitje edhe pa mund, edhe në Greqi kanë shku vetë. Bëjnë shëtitje çdo herë që kemi atë vikendin e gjatë e bëjnë. Bukur shumë. Tani duat flas edhe të një pjesë e rëndësishme e jotja që është edhe pjesa e arsimit. Je edhe arsimtar. Si është eksperjenca jute me nxënësit, me fëmijët, nuk e di. Është pjesë që të përmbush ty, Arben? Po ne mas futbollit gjithmonë kemi një punë më shumë si trener, si ashtu, ndoshta ndonjëherë si menaxher, po më shumë si trener këtë futbollistët. Dhe unë këtë ke shkolla që jam, domethënë e marr ashtu si një edukat fizike, si një trener, domethënë me ato nxënësat.
Por mirë që kemi edhe kushtet pak më të mira se ndoshta shkolla tjetër se kemi edhe sallën edhe ballonin që është frizon aty te penku. Por në zonat me të vërtet nuk i shoh aty i shoh se nuk janë të përkushtuar në sport se me të vërtet ndoshta 80% nuk vinë me përgatitje të sportit. Dhe aty i shoh se nuk kanë dëshirë për sport, dojnë vinë të luajnë me farmerk ose me tokë ose me çka. Dhe atë nuk i shoh shumë të interesuar që janë me sport. E kena shumë problem për zotin se gjithmonë jo i bërtasemi, jo i shtrengojmë, jo kena mi lojnë nota dopta pse s'mirni përgatitje, po nuk e kanë as na banin dorë. Se zakonisht kur kaloni në këtë fazë, ju ish futbollistët, keni mundësi që edhe të pikasni ndoshta talent të rinj. Por me këtë që po e thua, duket që është pak problematike kjo pjesë, sepse mungon përkushtimi. Ke pikasur ndonjë talent temi? Janë disa nxënës aty, disa fëmijë që i pikëratën, domethënë e shohin që ka diçka në futboll, duke parë te ke balloni. Dhe ato kam bërë disa kontakte me dikaj, hajde shqyqe se për shembull edhe Elif Elmaska që e kam pas nxasën që tash nuk ke Napoli dhe qysh me 12 vite vënatë kam thënë një menaxher dhe e ka pa dhe ja kri punën për në Holland në shku. Pa ai nuk shkoi në Holland, shkoi pastaj direkt këtu në Raponish dhe shkoi në Turqi. Por se ishte atëherë koha që nuk mund të dalë para 18 viteve jashtë. Ai ishte 12 vjeçor, por e kishin bërë një parakontratë me një ekip Herenvend që është në Hollandës. Po do të them ashtu kur e gjen ndonjë talent shumë mirë. Besoj është edhe krenari për ty, është edhe satisfaksion. Sigurisht. Kam disa kontakte, disa njerëz që punojnë si menaxher ashtu nëpër Evropë. Dhe kur ka ndonjë talent shumë mirë, i thras ato hajde vetëm shif aty pak ke balloni. Dhe si futbollist, si figurë ashtu si duket është. Dhe mund të vazhdoj pastaj karrierën edhe më lart. Arben, disa herë potencove kushtet e vështira për të cilat jam dakord, sepse nuk e thua ti, e thonë të gjithë. Kjo shumë shpesh edhe rezulton të jetë një farë dëshprimi edhe për ata sportistët cilët kanë shumë talent dhe prirje për futboll, por shpesh janë kushtet ato që i dëshprojnë. Shkupi një pjesë e rëndësishme e jetës tënde, edhe i fillimeve tua, por edhe përmbylljes tënde të karrierës profesionale. Tashmë edhe Andi është bashkangjitur të vjen keq për gjendjen e Shkupit aktualisht, një ekip që dikur ka qenë një nga ekipet më të fuqishme me cilët jemi krenuar gjithë ne shqiptarët e sidomos gjithë ne nga Shkupi dhe në gjendjen në të cilën ndodhet aktualisht. Është e vërtetë se më vjen shumë keq që Shkupi në këtë gjendje. Unë mendoj se edhe gjithë kjo rrethina e çajit shqiptar që i vjen keq për Shkupin që është në këtë gjendje, po tash nuk e di se si ka në këtë gjendje. Domethënë Shkupi kish disa sponsorë nga Turqia para këtyre viteve që kaluan. Ato ishte një sponsor që e mbante mirë Shkupin dhe i kishte rezultate të mira, domethënë endishte edhe në arjen ndërkombëtare. Por çka ndodhi, pse u larguaj nuk e di dhe erdhën disa të tjerë, por këto të tjerë që erdhën pastaj disi sigur vetëm e shkatruan Shkupin dhe e çunte poshtë. Një kaos të paparë brenda klubit. Po di si ta them për ta sigur me pas dëshirë për ta prish klubin. Domethënë një klub për të qenë klub si duhet të ketë një sponsor shumë të fortë, një sponsor ashtu çdo vit që ta ketë, jo një vit dhe pastaj do pritet. Me të vërtetë Shkupi është tmerr për momentin se si është, po e shohim se domethënë në kategorinë e parë si është 100% po shkon për drejt kategorisë ditë, por nuk është problemi ai që po shkon në drejt kategorisë ditë, po çka pastaj? A do vazhdon kategorinë ditë që të kthehet prapë në kategorinë parë, po për kategorisë do të shkojë te poshtë akoma, akoma derisa në këtë gjendje. Domethënë duhet del dikush ose dikush i komodsi ta merr klubin dhe ta zhvillon dhe ta kthen atë ku ka qenë. A duhet shumë punë për të rrimë këmbë Shkupi në gjendjen që ndodhet për momentin? Si është situata? Duhet punë, po mendoj se duhet sponsorët mirë. Duhet të ketë sponsorët që kanë mundësi që ta mbajnë. Tash nuk e di se si është ligji këtu me ato firmat që të ikin ndoshta tatimeve dhe të japin për klubin, por me të vërtetë duhet të ketë një sponsor se sikur e ka për momentin në Vardarje, si ka për momentin në Shkëndija Tetovës, një sponsor ashtu që nuk kanë probleme për pagesa dhe ashtu edhe ecën mirë. Ndoshta edhe Struga, po mos i përmeset gjithë këto ekipat që janë lart. Edhe Shkupi duhet për të pas rivalitet, për të pas sport, për të pas futboll këtu në Maqedoni, Shkupi është me të vërtetë një imazh shumë i madh në këtë rreth, në këtë ligë ka qenë dhe për t'i dhënë një imazh edhe ligës parë, domethënë që qet një ligë shumë e fortë. Shkupi duhet dalë një sponsor që ta merr dhe ta ngrit aty ku ka qenë dhe ku e meriton.
Urojmë shumë të ndodhë kështu në fakt. Inshallah. Po. Tani dua të kaloj dhe të flasim pak për ndeshjet e zemrës, të cilat na ngjallin gjithmonë emocione. Unë nuk jam ndonjë ekspert e futbollit, por e rritur në një familje futbollistësh, desha s'desha jam detyruar ndonjëherë që të shoh ndeshje. Dua të flasim pak për ndeshjet e marsit, ndeshjet historike të Kosovës dhe Shqipërisë, barazhin për kampionatin botror. Mendon që të paktën njëra nga këto mund të bëjë histori, cilat janë parashikimet e tua? Asgjë nuk është e pamundur, domethënë deri më tani ato kanë ecë shumë mirë. Domethënë kanë fitu, kanë eliminuar ekipe shumë me emra të mëdhaj. Dhe tash gjithë që i kanë kundërshtar është as ndaj, por nuk do të thonë që po ta ketë kundërshtarën e madh, sepse po shohim se tash në futboll ka ndryshuar gjithçka, domethënë në këtë arenë ndërkombëtare. Edhe ekipet e vogla po befasojnë. E pam tash edhe në Champions League një Bodo Glimt që vetë qyteti i ka 50.000 banor, ndërsa një stadion me Interit i merr dikon 80.000 shikues. Domethënë vetëm stadioni merr më shumë se sa banor ka ajo ekip dhe ajo u eliminua nga Bodo Glimt Interi. Domethënë një ekip që nuk e ka parashikuar askush që do ta eliminon Interin. Kështu që me të vërtet futbolli është interesant, kanë nisë të lozin futboll gjithë ekipet. Dhe kështu që edhe Kosova dhe Shqipëria kanë ecën shumë mirë deri më tani, kanë fituar ekipe shumë mëdha, pse edhe mos ti vazhdojnë gara deri në fund që të kualifikohen. Okej. Mendoj që aty janë 50-50 shpesa. Dakor. Sipas Arben Nuhiut, kush është për momentin futbollisti më i mirë shqiptar? Për momentin? Po. Për momentin mendoj se Granit Xhaka është Më i miri. më i miri. Okej. Për momentin. E qartë. Ne kemi arritur drejt fundit, kam edhe një pyetje të fundit, Arben. Po të kishe mundësi që të ktheje kohën edhe një herë nga fillimet e tua, çfarë do bëje ndryshe? Nga krejt përvoja që ke tani, nga krejt kjo që ke kalu, ka diçka që do kishe bën ndryshe në karrierën tënde profesionale? Po të kthehet koha, vetëm ato lëndimet kisha pas që më kanë dhënë në Split, mos kisha pas. Vetëm ato kisha pas që mos kisha pas. Okej. Vetëm kjo është pengu që ti ke. Po ato me lëndimet që i kam pas në Split, të mos i kisha pas, pastaj do kisha pa ku do kisha arrit. Okej. Se shumë persona, edhe në Split, disa ex-futbollistë të Hajdukut, domethënë me emra të mëdhaj, që kanë luajtur atë kohën e Peles, kanë qenë aty në atë rrethinën, domethënë më kanë pranuar shumë mirë si futbollist në fillim, kanë pa dhe kanë folë shumë fjalë të mira që duhesh të arrish shumë lart. Ato vetëm kanë thënë që ti këtu nuk e ke kulmin shumë më lart. Duhesh të arrish shumë më në Evropë nëpër këto ligat që janë pesha e madhe, domethënë sigurisht Spanja, Italia, Franca, Anglia dhe Gjermania. Domethënë atje ke vendin. Por ja që po të them ato lëndimet veç mos i kisha pa dhe ta kisha pa vetëm këshari. Janë ca gjëra që nuk janë kontrollin ton, por e bukur është që unë uroj shumë sinqerisht nga zemra që Andi të jetë vazhdimi i mbiemrit Nuhiu, Andi të vazhdoj të shkruaj historinë e babit vet. Faleminderit shumë që ishe me ne. Zoti shëndet dhe mos të lëndohet vetëm se mendoj se do arrijë. Edhe ne urojmë shumë. Faleminderit shumë që ishe me ne, Arben, dhe që vendose të ndash historinë tënde në etapat ndryshme. Uroj shumë që të kem prekur ato pikat kryesore të rrugtimit tënd si profesional, ashtu edhe familjar. Faleminderit, ishte kënaqësi.